Një kërcënim për bombë i dërguar përmes emailit në disa institucione në vend ka vënë në alarm strukturat e sigurisë. Mesazhi kërcënues, i cili pretendohet se është dërguar në emër të të ashtu quheturit Shteti Islamik, përmban një kërcënim për vendosjen e një bombe dhe paralajmërimin se ajo do të shpërthente pas 2 orësh. Përmbajtja e emailit ka mobilizuar policinë e shtetit, strukturat e specializuara të antiterrorit, por edhe prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku janë kryer kontrolle me qenë të specializuar për lëndë shpërthyese. Në Shkodër, kontrollet janë shtrirë edhe në ambientet e bashkisë. Strukturat e sigurisë kanë kryer verifikime për të përcaktuar nëse kërcënimi kishte bazë reale, ndërsa deri në këtë fazë nuk është konstatuar prania e lëndëve apo mjeteve shpërthyese. Alarmi ka mobilizuar edhe strukturat e SPAK-ut, ku kontrollet në ambiente janë kryer me qenë të specializuar antieksploziv. Nga kontrollet e deritanishme nuk është evidentuar ndonjë mjet shpërthyes dhe dyshimet paraprake janë se bëhet fjalë për një alarm të rrem. Megjithatë, strukturat e sigurisë vijojnë verifikimet dhe hetimet për të përcaktuar burimin e emailit dhe për të identifikuar personin ose personat përgjegjës për kërcënimin. Në email thuhet: "Përshëndetje, kjo është Shteti Islamik. Me vullnetin e Allahut kemi vendosur një bombë në ndërtesën tuaj. Ajo do të shpërthej pas 2 orësh. Pas kësaj ju të pafe do të soptoheni, pastaj do t'ju vrasim." Autoritetet pritet të japin më shumë informacion në vijim, ndërsa kontrollet do të vijojnë deri në përfundimin e plot procedurave të sigurisë.